Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse ju shfaqen këto 3 shenja në këmbë, shkoni menjëherë tek mjeku, mund t'ju kushtoj jetën. Zakonisht nuk i kushtojmë shumë vëmendje këmbëve ose shputave tona pasi mbajnë të fshehura në këpucët tona dhe rrallë gjejmë kohë për të ekzaminuar lëkurën ose thonjtë për të parë nëse ka ndonjë ndryshim shqetësues i cili kërkon me patjetër një vlerësim mjekësor. Por, për shkak se trupi ynë gjen mënyra të ndryshme për të na paralajmëruar për keq funksionimet, ka shenja specifike në këmbë, veçanërisht në pjesën e poshtme të kyçit të këmbës dhe poshtë, të cilat janë tipike për problemet e zemrës. Këtu ju do të mësoni këto tipare më karakteristike dhe gjithashtu siguroni që të mos i injoroni nëse ju bie në sy. Çfarë tregon qarkullimi i dobët i gjakut? Rënja e qimeve pranë kyçit të këmbës ose gishtërinjve është një tregues i rrjedhjes së zvogëluar të gjakut në ekstremitete për shkak të sëmundjes arteriale periferike. Përveç rënjes të qimeve, mund të vëreni edhe një mavijosje të lehtë në gishta ose një shkëlqim të pazakontë në lëkurë. Simptomat e sëmundjeve arteriale periferike janë zakonisht të larta në fazat e hershme dhe mjeku mund ta diagnostikojë atë me ndihmën e një ekzaminimi klinik ose me rreze X. Vija të vogla të kuqe poshtë thonjve. Çfarë tregojnë? Infeksion në zemër. Vija të holla të kuqe tregojnë këputje të enëve të vogla të gjakut në ekstremitetet e poshtme. Ato shkaktohen nga pikset e vogla që dëmtojnë kapilarët poshtë thonjve. Sa kaq, persona që i kanë mbajnë një stimulues kardiak në zemrën e tyre ose kanë një sistem imunitar veçanërisht të dobësuar. Për shembull, pacientët me sëmundje të këqija janë në një rrezik më të madh për endokardit. Nëse nuk trajtohet endokarditi, mund të çojë në dështim të zemrës. Simptomat mund të shfaqen gjithashtu si në thonjtë e këmbëve ashtu edhe në thonjtë e duarve. Përveç sëmundjeve të zemrës, është edhe një tregues i mos funksionimit të mushkërive apo zorrëve. Në rastin e sëmundjeve të zemrës, është si rezultat i rritjes së rezistencës vaskulare dhe rrjedhimisht rritjes së qarkullimit të gjakut në enët e gjakut poshtë thonjve. Kështu, nëse indet e poshtme fryhen dhe u japin thonjve një formë më të rrumbullakët dhe një gjerësi më të madhe, kjo mundet që të paralajmërojë probleme me zemrën. Me siguri keni dëgjuar shpesh se këmbët janë një pasqyrë e shëndetit, ja cilat janë disa nga paralajmërimet shëndetësore që ato më së shpeshti na ofrojnë. Këmbët nuk janë vetëm për të ecur, ato shpesh mund të zbulojnë më shumë më tepër për trupin tuaj nga sa ju mendoni. Nga ëndja, ngërçet, mpirja, plagët që nuk shërohen dhe deri tek thonjtë, të cilët ndryshojnë ngjyrë, këmbët shpesh paralajmërojnë sëmundje serioze të cilat nuk duhen injoruar. Pa marrë parasysh sa kujdes u shtoni këmbëve, ekzistojnë disa gjendje të cilat ju nuk duhet që t'i injoroni. Le të zbulojmë së bashku se çfarë shenjash të rëndësishme mund të merrni ju nga këmbët tuaja dhe pse është e domosdoshme që ju t'i kushtoni më shumë kujdes. Këmbët e ftohta. Nëse i keni këmbët të ftohta gjatë gjithë kohës, atëherë ju keni probleme me tiroidet, por arsye të tjera mund të jenë qarkullimi jo i mirë i gjakut, i cili është një problem që shkaktohet nga duhanpirja, presioni i lartë i gjakut apo sëmundjet e zemrës. Këmbët mund të jenë të ftohta edhe për shkak të dëmtimit të nervave nga diabeti. Shkaqe të tjera të mundshme janë hipotiroidizmi dhe anemia. Dhimbje në këmbë. Kur të dhëmbin këmbët gjatë gjithë ditës mund ta kenë fajin këpucët. 8 në 10 gra ankohen për shkak të këpucëve me taka, por nëse nuk vishni taka, atëherë dhimbja mund të shkaktohet nga ndonjë kristje e kockës. Arsyeja mund të jetë një seancë shumë e fortë fiskultura apo sporte të cilat ndikojnë në këmbët tuaja, si për shembull basketbolli ose vrapi në distanca të gjata.
Rrezik kushtohet në qoftë se kocka juaj është dobësuar për shkak të osteoporozës. Gishta këmbë të kuq, të bardhë ose të kaltër. Sëmundja e Raynaudit mundet të bëjë që gishtat e këmbëve të bëhen të bardhë, pastaj të kaltër, më pas të kuq dhe në fund të rikthehen në ngjyrën e tyre normale. Shkaku është një ngushtim i papritur i enëve të gjakut që quhet vazospazm. Kjo mund të shkaktohet edhe nga stresi ose nga ndryshimi i papritur i temperaturave, por që nuk ka pasoja të mëtejshme. Ndryshimi i ngjyrës mundet të shkaktohet edhe nga artriti reumatoid, sëmundja e Sjogrenit dhe problemet me tiroiden. Dhimbje në thembër. Shkaku më i zakonshëm i kësaj dhimbje në gjuhën shkencore quhet plantar fasciitis. Është inflamacioni i ligamentit i cili lidh kockën e thembrës. Dhimbja mund të jetë më e mprehtë kur zgjoheni në mëngjes dhe ushtroni presion në këmbë. Artriti, fiskultura e tepruar dhe këpucët jo të përshtatshme gjithashtu munden të shkaktojnë dhimbje në thembër, ashtu si edhe tendoniti. Shkaqe më të rralla janë deformimi i kockës, dalja e kockës si një shtizë në fund të thembrës, një infeksion i kockës apo thyerje. Tërheqja zvarre këmbëve. Nganjëherë shenja e parë e një problemi është një ndryshim në mënyrën e ecjes, si për shembull bërja e një hapi të madh ose tërheqja e lehtë e këmbëve. Shkak gjithashtu mundet që të jetë edhe një humbje ngadalë të ndjestive në këmbë, shkaktuar nga një dëmtim i nervave periferike. Afro 30% e këtyre rasteve janë të lidhura me diabetin. Dëmtimi i nervit gjithashtu mundet të shkaktohet edhe nga infeksioni, mungesa e vitaminave dhe nga alkolizimi. Shkaqe të tjera të mundshme për tërheqjen e këmbëve përfshin probleme me trurin, shtyllën kurrizore ose edhe muskujt. Ndryshimi i gishtave. Në këtë rast ndryshon forma e gishtit të madh dhe gishtave të tjerë të këmbës. Thonjt janë më të rrumbullakosur ose në formë të mysët. Shkaku kryesor i kësaj gjendje është në një sëmundje mushkërish, por ajo mund të shkaktohet edhe nga sëmundjet e zemrës, mëlçisë apo dhe nga çrregullimet të tretjes ose nga disa infeksione. Nga ndonjëherë është edhe e trashëguar pa ndonjë shkak të dukshëm. Ëndja e këmbëve. Kjo zakonisht është një gjendje e përkohshme e shkaktuar nga qëndrimi shumë kohë në këmbë ose nga udhëtimet e gjata me avion. Nga ana tjetër, nëse këmbët qëndrojnë të ëndura për shumë kohë, kjo mund të jetë një shenjë e një problemi mjekësor serioz. Shkak mund të jetë qarkullimi jo i mirë i gjakut, një problem me sistem limfatik ose një tromboz, edhe çrregullimet në veshka apo tiroidet jo aktive munden të shkaktojnë ëndje. Djegje në këmbë. Ndjesia e djegjes në këmbë është e zakonshme te diabetikët me një dëmtim të nervit periferik. Ajo mundet të shkaktohet edhe nga mungesa e vitaminës B, myku, sëmundjet kronike, një qarkullim jo i mirë në këmbë ose nga hipotiroidizmi. Plagët shërohen me vështirësi. Kjo shenjë tregon se keni diabet. Plagët që nuk shërohen janë një tregues i varfër i qarkullimit të gjakut. Ndërkohë, rritja e nivelit të sheqerit në gjak shkakton dëmtimin nervor duke ndaluar kështu transportimin e gjakut në këmbë. Ndërkohë, mund të keni edhe kruarje. Kur lëkura e këmbëve është si me luspa dhe të kruhet, shkak mund të jetë ndonjë infeksion me myk, ndaj mos e injoroni. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.